Të martën gjykata e posaçme ka dhënë një vendim në lidhje me ish-ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqaj që ai të ulet me avokatin gjatë zhvillimit të seancës gjyqësore ndaj tij. Mediat e pushtetit të paguara nga para incineratorësh, skandalesh, aferash të dosjes 5D dhe të paguara nga reklamat e vëllait të kryebashkiakut të Tiranës Arbër Veliaj kanë reklamuar se ka një vendim u hoq kafazi, siç e quajnë ata ndarjen për xhami. Propagandë si gjithmonë merret çimja dhe bëhet tra për disa interesa e halle të tjera. Në fakt, e vërteta është krejt ndryshe. Ilir Beqaj ka 2 çështje në gjykatën e posaçme dhe çështja për të cilën ka vendosur sot kjo gjykatë ka mas sigurie vetëm detyrim paraqitje, ndërsa masën e arrestit në burg e ka për tjetër çështje. Për ta thjeshtuar, Ilir Beqaj me 2 çështje në gjykim në gjykatën e posaçme, njërin e ka me mas sigurie të thjesht, pra detyrim paraqitje, tjetrën e ka me mas sigurie arrest me burg. Për çështjen e cila ishte me detyrim paraqitje, e cila nuk ka edhe shumë dëshmitar dhe nuk rrezikon, nuk ka problematika, gjykata, duke qenë se masa e arrestit nuk është e dhënë nga kjo trup gjykuese për këtë çështje, por nga një trup gjykuese tjetër për një çështje tjetër, ka vendosur që të dalë jashtë kutisë së xhamit. Përtej pretendimeve se u hoq kutia e xhamit apo kafazi, siç e quajnë, dhe edhe çfarë thuhet në mediat e propagandës së pushtetit, e vërteta është që Ilir Beqaj do të qëndrojë jashtë kafazit në çështjen e sterilizimit, sepse për këtë çështje ka mas sigurie detyrim paraqitje, kurse për çështjen tjetër, abuzimi me fondet e Saspak, për të cilat ka mas sigurie arrest me burg, do të qëndrojë brenda kutisë së xhamit. Ky është vendimi i gjykatës së posaçme. Nuk ka një heqje të kutisë së xhamit dhe nuk do të dalin jashtë të gjithë nga kutia e xhamit. Është thjesht dhe vetëm një gënjeshtër e propagandës për një çështje me një mas sigurie të ulët, nuk shkon në kutinë e xhamit. Siç është për shembull i pandeuri Plare Ndreca, kur shkon në gjykatën e posaçme rri jashtë, nuk rri në kutinë e xhamit dhe nuk është i arrestuar, ndiqet në gjendje të lirë. 10 persona të tjerë të cilët po gjykohen dhe janë me akuzë, por kanë masa të buta sigurie, qëndrojnë jashtë kutisë së xhamit. Personat e arrestuar që kanë elemente të tjerë sigurie apo rrezikshmërie apo çështje për të cilat janë arrestuar qëndrojnë në kutinë e xhamit. Persona që ndiqen në gjendje të lirë apo me masa të buta sigurie qëndrojnë jashtë kutisë së xhamit. Ky është vendimi i sotëm për Ilir Beqaj, që i përfshin të dyja rastet, asgjë më shumë se kaq.